Tenis Korça Club mirëpriti gjatë fundjavës turneun kombëtar të tenisit Korça Cup 2026, ku morën pjesë 10 sportistë të rinj nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Gjatë 2 ditëve të aktivitetit, tenistët garuan në kategoritë ROG dhe U16 për djem dhe vajza, duke zhvilluar ndeshje të forta dhe duke treguar nivel të lartë sportiv. Pjesëmarrësit u shprehën të kënaqur që ishin pjesë e këtij turneu, duke vlerësuar organizimin dhe atmosferën miqësore që ofroi Korça. Ata theksuan se aktivitetet të tilla janë një mundësi e mirë për të fituar eksperiencë, për të përballur me sportistë të tjerë dhe për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre në tenis. Kam 3 vjet që kam nisur tenisin. Jam stërvitur me profesor Ervinin dhe përgatitja ka qenë shumë e bukur dhe e kënaqëse. Mua më ka pëlqyer tenisi sepse forcojmë muskulit e këmbës dhe kënaqemi. Tani jemi akoma te seti i parë. Mua më duhet dhe i pikë që të fitoj setin. Po më duket mirë, po duhet të përmirësojmë akoma më shumë se mund të jap më shumë. Vjet kam marrë në Durrës, Solo Durrës e kishte emrin dhe atje fitova, isha direkt në finale se ishte vetëm një konkurrent. Kur ke filluar të luash tenis? Kur kam qenë 4 vjeçë. Si të duket tani? Shumë mirë. Si po shkon loja? Shumë mirë. Sa pikë ke fituar deri tani? 2 pikë. Çfarë ka të bukur tenisi? Pse të pëlqen kaq shumë? Më pëlqen se marr pikë, pjesë dhe fitoj. Me pjesë për herë të parë në këtë kampionat? Po. Si po të duket? Shumë mirë. Si është kundërshtarja, është e fortë? Po. Pse të ka pëlqyer tenisi dhe që në çfarë moshe ke nisur të luash? Që në moshën 7 vjeçë. Nuk ka se kam pasur shumë vështirësi, vetëm më ka pëlqyer dhe kam vazhduar dhe kam arritur deri këtu. Turneu mblodhi jo vetëm sportistë dhe trajnerë, por dhe familjarë dashamirës të sportit, të cilën ndoqën nga afër ndeshjet gjatë gjithë fundjavës.